Vlezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall në jetë na përkujton wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse mundoheni që të numëroni mirësi dhe dhunti të Allahut Azza wa Jall, lan tuhsuha, nuk do të mundni të numëroni ta mirësitë e mëdha. Nga mirësitë e mëdha që Allahu Azza wa Jall na bëri besimtar, na bëri musliman dhe na zgjedhi disa mirësi dhe begati. Një ndër begatit e mëdha që zgjedhi Allahu Azza wa Jall besimtarve është muaji Ramazanit, dhe na tregoi se ky muaj është zgjedhur dhe është dhënë dhurat për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe esenca e saj është la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni më të devotshëm, në mënyrë që të afroheni tek Allahu Azza wa Jall, në mënyrë që të bëni më të ngritur në veprat e juaj, në jetën tuaj, në imanin tuaj, në besimin tuaj, që të afroheni dhe të pranohen veprat tek Allahu Azza wa Jall. E në këtë muaj nga begatitë e mëdha e zgjedhi dhe një privilegj të madh që ia dha një libër, një shpallje në Kur'an, i cili do të jetë mrekulli deri në ditën e Kiametit. E bëri Allahu Azza wa Jall privilegj që ky Kur'an të zbret në Ramazan dhe t'ia shton më tepër dhuntit dhe begatit këtij muaji. Për atë tha Allahu Azza wa Jall: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ta Allahu Azza wa Jall, kjo është muaj i Ramazanit në të cilin ka zbritur Kur'ani. Është udhëzues, është udhërrefyes, dallues i të vërtetës nga e kota. Pra ky muaj e ka një vlerë aq të madhe që libri më i zgjedhur i Allahut Azza wa Jall ka zbritur në muajin e Ramazanit. Pse? Për të na ndriçuar neve jetën tonë, për të na ndriçuar neve zemrën tonë, për të na ndriçuar neve besimin dhe imanin tonë, dhe për të na dhënë vullnet dhe kurajun në Ramazan. Po vëllezër të nderuar, Abdullah ibn Abbasi tregon, thot kana Nabi alayhi salatu wassalam ajwadu an-nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte njeriu më bujar dhe ju shtonte bujaria, dhe ishte edhe më bujar në Ramazan. Hina yalqahu Jibril, ku në Ramazan e takonte Gjibrilin, melekun special, apo krye komandantin e melekve dhe bartësin e sekreteve të shpallëve të Allahut. Pse e takonte? Yudarisuhul Kur'an, ja mësonte pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ja përsëritte Kur'anin në Ramazan, wa dhalika fi kulli lejle, dhe vinte për çdo natë në mbrëmje, ja mësonte pejgamberit alayhi salatu wassalam Kur'anin. Wa kana ajwadu bil khairi min rihil mursala, dhe ishte më bujar dhe më i dhënë me dorëdhënë se sa një erë e bereqetshme që e merr shiun dhe e çon në përvende dhe jep bereqet. Me këtë na tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam se leximi i Kur'anit në muajin e Ramazanit e ka një shije tjetër, e ka një specifik tjetër. Ramazani është muaji i agjërimit dhe muaji i Kur'anit. Për atë njëri nga dietarët e selefit çka tha njeriu është mes dy xhihadeve, mes dy luftrave. Lufta e natës, e cila është leximi i Kur'anit, dhe lufta e dytë, e cila është agjërimi. E nëse njeriu i fiton këta dy lufta, e ka eduku vetin e vet se është një xhihad i madh, xhihadi i nefsit, i egos tënde, që ti tan ditën agjeron, e kalon në ibadet, dhe kur lexon Kur'an e kalon tan natën ibadet. Dhe nëse njeriu ja del dhe ja arrit këtire, ka mri dhuntit mëdha. Po vëllezër të nderuar, leximi i Kur'anit është shpërblim shumë i madh. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: Ikra'ul Kur'an, lexoni Kur'anin, sepse Kur'ani për çdo shkronjë i ka nga 10 sevape. E tha, nuk tham se elif lam mim është një shkronjë, tha elifi është në vete, lami është në vete, mimi është në vete. Nëse ti lexon elif lam mim, i ke 30 sevape, e derisa të shtohen në me 10 fish ata sevapët, dhe ke shpërblimet mëdha. Po vëllezër të nderuar, pse natën me lexu Kur'anin, dhe pse Xhibril alayhis salam ka ardhur natën dhe ja ka mësuar Muhamedit alayhis salatu wassalam?
sepse natën ka zbrit Kur'ani. Allahu Azza wa Jalla thot: "Inna anzalnahu fi lejlatil qadr." Ne kemi zbrit këtë Kur'an natën e Kadrit. Më thonë, ky Kur'an ka zbrit natën. Dhe për ata dhe 27 natë, apo 25 apo 29 netët të cilët është nata e Kadrit, përsëri Gjibrili a.s. zbret vetëm natë. Pre kur është ndërprej shpallja, zbret vetëm se natën e Kadrit, nga vlera e madhe që atë natë ka zbrit Kur'ani, e pse ka zbrit Kur'ani në atë natë të Ramazanit, Allah i ka dhonë aq vlerë Ramazanit, po special asoj natë që është më me vlerë se sa 1000 muaj. Pse? Se ka zbrit Kur'ani. Për ata thani dietar, Kur'ani e zbriti Gjibrili Muhammedit a.s. dhe u bo meleku më i privilegjuar. I zbriti Kur'ani Muhammedit a.s. dhe u bo pejgamberi më i zgjedhur, më i privilegjuar. I zbriti ki Kur'an umetit Muhammedit a.s. dhe është bo umeti më i privilegjuar. E ai që mirët me Kur'an, ai do tjetë më i privilegjuar në këtë botë, po do tjetë edhe në botën tjetër, edhe në ahiret. Po vëllezër të nderuar, dhe do të ketë gradat larta. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ikra'ul Kur'an", lexoni Kur'anin. "Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafiyan li ashabi." Lexojini Kur'anin, sepse ditën e Kiametit do të vjen ndërmjetësues për atë shoqëruesin, lexuesin e Kur'anit. Dhe tha: "Ikra'ul Zahrawan", tha lexojini ditë trandafilat e bukura. Tha Suratul Baqara wal Ali Imran, surja Bekare dhe surja Ali Imran. Pse këta dy? Se tha: "Fa innahuma ya'tiyani yawm al-qiyamah kal gamamatani au kal gayayatani au kat tayri sawaf." Tha ditën e Kiametit, kush e lexon surën Bekare dhe surën Ali Imran, do të vinë këta dy sure sikur di mjegulla të mëdhoja do t'i bëjnë hije, apo si di hije të mëdhoja, apo si di grupe të mëdhoja të shpezve, duke i pas krahët e tyre të shtrira, duke i bo hije. Pse vllazëria ka përmend hija këtu? Sepse në ditën e Kiametit do t'jetë nxehtësia e madhe, dielli do t'jetë një pllumb mbi kokat e njerëzve dhe do t'jetë 50.000 vjet llogaria e lexuesi Kur'anit do t'jetë në hije, sepse këta dy sure do t'i bëjnë hije sikur di re, e cila në rret e saj ka freski dhe ka hije, apo sikur shpes që i shtrin krahët dhe ka hije. Pastaj tha: "Ikra'u suratul Baqara", dhe lexojini sidomos, e veçoj prap tha, lexojini suratul Baqara, "Fa inna akhdhuha baraka", me lexu këtë sure njeriu dhe shtëpia e tij dhe familja e tij ka bereqet. Wa tarkuha hasra, e nëse e lën, ajo shtëpia e humb bereqetin e saj. E humb bereqetin e saj. Po ashtu e ndërlidhi pejgamberi alayhis salatu wassalam pse Kur'ani në Ramazan, se tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të vjen agjerimi, ya'ti as-siyamu wal Qur'anu yawm al-qiyamah, kanë me ardhën Kur'ani dhe agjerimi në ditën e Kiametit. Fa yuhajjani inda rabbi, ata do të mundohen që të kontaktojnë dhe ndërmjetësojnë tek Allahu Azza wa Jall për atë agjerusin që ka agjeru dhe për atë i cili ka lexu Kur'an. Do të thot Kur'ani: "Ya Rab, manatuhu an-nawm bil-layl", do të thot Kur'ani: "O Zot, këtë e privova nga xhumi i natës. O Zot, ndërmjetësoje këtë shoqëruesin tem i cili e kalon xhumin natën vetëm se me më lexu mua." E do të thot agjerimi: "Ya Rab, mana'tuhu ta'ama wa shahwata", o Zot, e ndalova, e privova nga ushqimi dhe nga kënaqësitë e tia të ditës. "Fashfa'ni fi", o Zot, më bën mua që unë t'jem ndërmjetësues për atë. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Fa yashfa'an", të dytë, edhe Kur'ani edhe agjerimi, të dyja të bëhen shkak për ndërmjetësu tek Allahu Azza wa Jall dhe këtë pranarin e leximit dhe agjerimit për ta futur në xhenetin e Allahut. Edhe pasi të futet njeriu në xhenet, domethënë shoqëruesi i cili i bën shifa tek Allahu Azza wa Jall, ndërmjetëson.
Ngritësh në grada të larta, ndriçohet shpirti, ndriçohet zemra, e gjen udhëzimin, e gjen besimin. Për ata Allahu Azza wa Jall e përshkruajti leximin e Kur'anit dritë. I tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, ma kunte tadri mal kitab wal iman. O ti Muhammed, ti nuk e di se çka është libri dhe çka është imani, besimi, walakin ja'alnahu nuran, por ne e bënëm ata dritë. Do thot njeriu kur lexon e ndriçon shpirtin, e ndriçon zemrën, edhe një prej lutjeve pejgamberi alayhi salatu wassalam thonte, ja'al Qur'ana rabia qulubina, o Zot bane shpirtin ton, zemrën ton, Kur'ani që do të lexohet jetë pranver, të shkëlqen, të ketë aromë të mirë ai zemër dhe ai shpirt dhe ai gjoks i cili lexon Kur'anin. Jo vetëm se me kaq që ki Kur'an ndërmjetëson dhe e fut në xhenet, edhe pasi ta fut në xhenet, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në xhenetin e Allahut ka gradë të larta të xhenetit që një gradë e xhenetit është sa gjerësia e qeve dhe e tokës. Në transmetime tjera ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam se është 500 vjet udhëtimi prej në tokë deri në qiell, e kjo do të jetë një gradë nga gradat e xhenetit. E çka pasi që të futet lexuesi i Kur'anit, shoqëruesi i Kur'anit në xhenet, do t'i thuhet ikra wartaqi warattil. O lexuesi i Kur'anit, lexo tash ti në xhenet. Këshire, lexo në xhenet dhe ngritu. Lexo ngritu deri tek ajeti i fundit që ke lexuar. Ti në dunjë ke lexuar shumë Kur'an. Tash lexoje edhe këtu në xhenet. Lexoje para melekëve, lexoje para Rabbul Alaminit, se ti ke qenë ai që e ke lexuar Kur'anin, lexoje këtu dhe ngritu. Deri ku dhe ngritet? Thot deri te ajeti i fundit që e din që e ka lexuar dhe e din përmendsh, deri atje nalt. Ikra fa inna manziluka ila akhir ayatin takraha, se grada jote në xhenet. Ngritu deri te ajeti i fundit që kemë lexuar kimu ngrit në xhenet. Pra në grada të larta të xhenetit. Kush është? Është ki Kur'an. Për ata Allahu Azza wa Jall çka tha? Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ki Kur'an e udhëzon njeriu që është më të e vërteta, më në të vërtetën. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dhe i përgëzon ata besimtar që bëjnë vepra të mira. Çka i përgëzon? Lehum ajrun kabir, thot Allahu kanë shpërblim shumë të mëdhoj, shpërblime të pahesapta. Njeriu duhet të mundohet që në Ramazan sa më tepër të bën hatme. A e dini vëllezër të nderuar se dietarët e selefit i kanë mbyllën librat, i kanë lënë mexhliset e tyre dhe janë përvel për të lexuar vetëm Kur'an. Dhe ka thonën muaj Ramazanit është leximi i Kur'anit dhe dhënia sadaka, nuk do të më marr njëri me asnjë sent tjetër. Me lexu Kur'an dhe me dhon sadaka. Këto dyja pse? Se thot kur vinte në Ramazan Xhibrili ja mësonte Kur'anin e pejgamberit alayhis salatu wasallam ju shtonte më tepër bujaria në Ramazan. Do thot leximi i Kur'anit dhe bujaria e cila është në Ramazan si privilegj, si një veçori e një besimtarit devotshëm gjatë muajit Ramazanit. E si do ta kalojmë leximin e Kur'anit? Dietar kanë thënë në 3 mënyra. E para është lexim, se çdo shkronjë ka 10 sevape. Sa më tepër të bën hatme, derisa Imam Shafiu rahimahullahu taala i kishte bërë në Ramazan 60 hatme. Edhe dikush thotë çish mundet me 60 hatme mi bë. Dietarët derisa ka ardhur njëri tek një dietar i vonshëm që ka ndru jetë, Sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullahu taala, e ka pyetur, i ka thonë, o Sheikh, që kështu 60 hatme si mundet njëri mi bë? Ka thonë mundet mu bë. E ki ka insistu, ka thonë, jo, që këtu nuk më muj me kuptu që kërë se qysh mundet 60 hatme mi bë. Ka thonë, mundet, se njëherë e kumë provu në pima si atësijës, dhe i namazin sabajt e kumë bëhat me Kur'anin. E kumë fali atësijën, jam hunç, dhe i namaz sabajt e kumë bëhat me Kur'anin. E aji që i lezon shumë Kur'an, për 4-5 orë e ban një hatme, edhe 4-5 orë qera e ban një hatme, ndoshta mbrenda 12 orëve e ban një hatme. Mbrenda 12 orëve i ban 2 hatme.
E i ka bo domthon Imam Shafiu. Pse? E ka di se ka vlerën aq të madhe që njeriu të lexon Kur'an ku në muajin e Ramazanit. E dyta kanë thënë është me bëhe meditim gjatë leximit të Kur'anit. Me nda një kohë me meditu. Një ajet e lexon, e ki pa është arabisht. Ndoshta ti se kupton, mirë po ndonjëherë ndonjë ajet vetë t'jep emocione. Vjet prek në shpirtin tënd. Qa ti ku të prek në emocione, qa ti ku të prek shpirtin tënd, ndalu. Edhe lexoje komentin dhe përkthimin, thu vallë Allahu azza që ka porosit, ka diçka që të ka prek ai ajet. E thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot lexon te Kur'an edhe namaz natë, thot derisa ertë një ajet in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Filloi thot qaje me çket ajet deri në mëngjes, e kaloi namazin e natës. Çka ishte? Ajeti duke u gajlos për umetin e vet, sepse kia ajeti kishte zbrit Isa alayhis salam, ku Isa alayhis salam i thonte o Allah, nëse dënon ti umetin tem, a kupton ti ke me dënu, po ato janë në fundit janë robët e tu. Nëse ti i falo Allah, ti e mëkat falsi madh, dhe ti e aziz, krenari dhe i urti. Edhe deri sa Xhibril alayhis salam dhe pse Allah e di tha pyete Muhamedit alayhis salam, pse po qan dhe po fal namaz natë dhe po e lexon këtë ajetin shumë. Tha, i tha Xhibrili, tha e kum lexu, tha se jam kujdes për umetin tem. Dhe ki leximi këtij ajeti ma ka kujtu mua, a thu vallë, ki umeti jem a do të shpëton ditën e Kiametit. E Allahu azza wa jalla i tha, o Xhibril, ktheu dhe thuj Muhamedit alayhis salatu wassalam se ne kena me të kënaqsh me umetin tan, nuk kena me të dëshpëruar ditën e Kiametit. E ka lexu derisa i kanë thonë ja Rasulullah, atë shumë po lexon Kur'an, derisa Hudhaifa ibn Yamana thot u lidha mas pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot lexoj Kur'anin, filloi të lexoje, thot e lexoj surën Bekare, mendova se do të bën sejdë, ai thot e lexoj edhe surën Nisa, thot priti se ka më bë sejdë, e sosi surën Nisa, thot filloi me lexu edhe surën Ali Imran, derisa thot i lexoj 5 xhuza dhe pastaj ran sejdë. Do thon kjo ishte kur i thanë ja Rasulullah, pse atë shumë ti po falësh, ti janë oj komë duke u falën. As ti ka farë Allahu azza wa jalla ti ketë gjunat. Allahu azza wa jalla ka falë ketë gjunat. Megjithatë ka lexuar shumë Kur'an, edhe shumë ka falë namaz, dhe isa ka thonë alam akun abdan shakura, a mos të bëhem rob falënderues. Do leximi i Kur'anit, meditimi i Kur'anit dhe tjetra më mundue që asaj çka e lexojmë dhe çka e kuptojmë, mundohemi që të fusim diçka nga Kur'ani, nga fjala e Allahut në praktik. E praktika jonë do të jep ndriçim më tepër, do të ndikon në imanin ton, në veprat tona, do të ndikon në jetën tonë duke na ndriçuar ka e hajrit ka e mira. Elusim Allahun azza wa jall që ta bën Kur'anin pranverë e zemrave tona, na shpërblen me shpërblimet e shumë fishta të Ramazanit, na ndriçon jetën tonë ka e mira, na bën ndriçim në këtë dynjë, na bën ndriçim në varr, na bën ndriçim në ditën e Kiametit, na bën dërmjetësues në ditën e Kiametit, na ngrit në grada të larta tek Allahu azza wa jall me pejgambert, me njerëzit më të mirë, atje që i ka përgatitur Allahu azza wa jall ata vende. Allahumma amin.